Sipas konstatimit të gjykatës, para ndërtimit, Valon Ramushi kishte bërë ndryshimin e destinimit të tokës. Kemi tentu me gjetë këtë vendim. Prokuroria e Gjilanit na ka dërguar një vendim të Kuvendit Komunal me datë 06/12/2023, i cili tregon për destinimin e tokës së Valon Ramushit për disa parcela. Por, ekipi ynë gjeti se gjatë marrjes së këtij vendimi kishte shkelje ligjore. Sipas legjislacionit në fuqi, çdo vendim i Kuvendit Komunal duhet të shkojë në Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal për të bërë vlerësimin e ligjshmërisë. Më 30 prill 2025, MAPL përmes një përgjigje me shkrim konfirmon për kallëzo për nime që ka pranuar vendimin e Kuvendit Komunal të Novobërdës. MAPL e kishte dërguar me 18/12/2023 sipas obligimeve ligjore për vlerësim të ligjshmërisë tek Ministria e Linjes, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ky dokument i Kuvendit Komunal të Novobërdës ishte fshehur në sirtaret e Ministrisë së Bujqësisë. Këtë fakt e konstatojmë pasi vetëm kur ekipi ynë është interesuar, Ministria e Bujqësisë ka ndërmarrë veprime. Kur MAPL më ka tregu që vendimi ka shku në Ministri të Bujqësisë, unë me 30 prill 2025 i kam kërkuar sqarime Ministrisë së Bujqësisë për këtë vendim. Besoni ose jo, me 7 maj 2025, vetëm pasi i kam kërkuar Ministrisë sqarime, ata kanë vendosur ta shpallin të pavlefshëm vendimin e komunës së Novobërdës. Pra, përgjigjja e Ministrisë për të konstatuar që vendimi i Kuvendit Komunal ishte në kundërshtim me ligjin për tokën bujqësore u dha me vonesë prej 1 viti e 4 muaj e 18 ditëve. Përgjigjja, sipas vetë Ministrisë, ishte ardhur vetëm pas interesimit të kallëzo për nime. Kjo kërkesë, siç ju kemi njoftuar edhe më herët, nuk është adresuar me kohë tek zyrtarët kompetent për shkak të disa pengesave të natyrës administrative dhe rrjedhës së brendshme të dokumentacionit, si dhe në mungesë të ndonjë iniciative shtesë nga Komuna e Novobërdës apo MAPL-ja për të kërkuar sqarime shtesë lidhur me çështjen përkatëse, ka mbetur pa u trajtuar. Vendimi aprovuar nga Kuvendi i Komunës së Novobërdës i datës 30 nëntor 2023 është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi sepse me planin zhvillimor komunal është paraparë si tokë bujqësore dhe nuk është e lejuar për ndërtim, andaj është e planifikuar si tokë bujqësore, në të cilën nuk lejohet ndërtimi, pra gjendet brenda zonës bujqësore dhe rrjedhimisht nuk lejohet ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore. Pra, shikues të nderuar, Ministria që udhëhiqet nga Faton Peci ka neglizhuar komplet shkresat e dorëzuara nga Ministria e Pushtetit Lokal. Në ndërkohë, në gjykatë, për shkak të kësaj neglizhence, ndërtuesi ka marrë rrethana lehtësuese. Madje, kjo situatë është përdorur edhe për të marrë leje ndërtimi.